Mirë mëngjes, Kati. Mirë mëngjes, ditë të mbarë. Faleminderit, e mbarë qofte. Faleminderit. Mirë mëngjes dhe ju të dashuram Visa Jure, si gjithmonë një ditë bukur dhe juftoj këtu të këndi joni gatimit bashkë me Anilën për të reguar receta që ne do të përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të cilin për juve? Gatime shumë të thjeshta, të shpejta dhe të shijshme. Dhe çfarë do të jenë këto? Do të bëjmë me mish viçi ose me çfarë mishi të mundet të keni juve, të cilin do të bëjmë me patate, me speca, thashun, por mënyrën se si do të bëjmë do të jetë pak si më ndryshe. Është një gatim i thjesht, do me thënë një shpejt për të bërë gati, por që duhet të qëndroj, do me thënë rreth një orë e gjysmë, e kam thënë gjithmonë, pa lëngje, sa më shumë të qëndroj, aq më shijshme bëhet gjella. Pra, këto janë përbërësit, kemi mishin të cilin unë e kam kavërdisur këtu bashkë edhe me qepën e kam bërë gati, kam shtuar dhe një gjethe dafin, është momenti që do të shtojmë edhe domate të freskët, tani ka domate në tregë dhe ka dhe enkas për gjellë domate, kështu që është mirë që të përdorim domate të freskët. Nëse doni do me thënë që t'i jip një pak më tepër, si tuash ngjyrë, mund të shtoni gjysmë luge salsë. Kjo është në dëshirën tuaj. Do ta nëm tani që të na bëhet gati, me thënë pjesa e domates, dhe sa të themi këto recetat e tjera, do të rikthehemi pastaj për të vendosur edhe produktet e tjera, se është shumë e thjeshtë ashtu siç ju thash, mënyra e të përgatiturit të kësaj gjellës. Dhe cilat janë recetat e tjera? Atëherë për recetën e radhës unë kam menduar që të bëjmë patlıcan dhe speca të mbushura me gjizë. Por do të sjell në mënyrën time, se sigurisht ka mënyra të ndryshme, zonja din të bëjnë, do me thënë, fërges me patlıcan, me speca, me mënyra kështu. Sot do të sjellim pak si më ndryshe, do me thënë, i bëjmë gjellrat që mos të jenë gjithmonë të njëjtat. E drejt, po, të ndryshoj pak shia. Jo, kemi tjetër lloj fërgese sot. Edhe i kombinojmë të dyja që të kemi mundësi, do me thënë, të shijojmë edhe patlıxhanet, edhe specat, sepse mbushja është, si thua, kombinon për të dyja perimet, edhe për patlıxhanin, edhe për specat. Për punën e patlıxhanit faktikisht, unë do të vendos në furr, siç e shikoni e kam hapur në këtë mënyrë, nuk do ta thjesht ma një thik lutem. Vetëm patlıxhanin do kalojmë në furr, specat jo? Jo, specat s'ka nevojë, specat do kalojmë bashkë me patlıxhanin pastaj. Pra, i kam hapur në këtë mënyrë pjesën e fundit, sepse i kam lënë në ujë. Prandaj kam bërë këtë që të qëndroj, domethënë, tjeta jo mbështetën bazën. Edhe këtu e kam hapur në këtë mënyrë. Pra thjesht, kështu. Se nuk dua që të qëndroj gjiza që të më qëndroj pjesa e mbushje sipër dhe të më digjet. Dua që të jetë kapaku sipër. Dhe nga pjesa e brendshme nuk dua ta heq edhe pjesën e tulit, sepse edhe pjesa e tulit është ajo që ka të shihen e mirë. Veç se i bëjmë vizën për së gjati edhe kështu në këtë mënyrë. Kur Tërthorat. të piqet ajo do të shkurret totalisht. Edhe nga zbutja, ne do të shtypim e luk dhe do të mbushim. Do krijojmë hapësirën për mbushjen, po, shumë mirë. Dhe kështu nuk heqim as tulin e patlıxhanit dhe as shijen që ka. Pra nuk e krijojmë duke e gryer të papjekur, po pjekjen aktivon që të krijojmë atë zgabrën më pas. Do t'i hedhim kripe dhe vaj. Dhe do t'i vendosim në furr. Shumë mirë. Fillojmë nga kjo e para, sepse duhet vendosur në furr dhe pastaj të bëjmë atë mbushjen. Kripa është ajo që i zbut, sigurisht që i kemi hedhur edhe në momentin që i kemi lënë në ujë. E dim që patlıxhani, do me thonë, thith shumë i ndyrë, kështu që prandaj vendoset dhe në ujë edhe me krip. Krip vaj dhe në furr. Pra gjatë kohës që do të piqen, ne do merremi me recetat e tjera dhe në pjesën e dytë do të merremi përsëri me patlıxhanat. Pra do ta rikthejmë këtë recetë, ndërkohë tjetër do të na duhet domate të grier, domate në kubik, gjizë, hudra, kopër edhe energjik shoh aty. Këto janë të gjithë përbërësit e kësaj recete, Kati? Okej. Do t'i shohim pak më vonë edhe në recetë të shkruar në ekran, po që ky grupi këtu i ingredientëve është pikërisht për recetën e patlıxhaneve të specave të mbushur. Ndërkohë edhe këtej kemi nisur me recetën tjetër, pra të parën me mish. Ndërkohë e prezantojmë shkurtimisht, kemi një recetën e radhës, një recetë e ëmbël, një recetë e duarve të gjysheve dhe nënave tona. Sigurisht ato e bënin dikur me ca lloj biskota, që kishim sa biskota 10 lekëshe që kanë qenë i bëni me sherbet.
Ndonjëherë bënim edhe ndonjë krem që i vendosim një tip muhalebie, faktikisht e bënim neve, por ne sillim pak si më ndryshe. Sot do ta bëjmë me bukë të thekur dhe do të bëjmë një krem po thuajse pasticcerie faktikisht, sepse pasticceria kremi ka një tjetër, si thua, mënyrë përgatitjeje. Unë do ta bëj me qumësht, me vezë, me niseshte. Pra, nëse do të kemi 1 litër qumësht, do të kemi 5 lugë niseshte dhe 1 lugë miell. Gjithashtu do të kemi pana 250 gram kam panë pasticcerie, të cilën e kam brenda, do ta nxjerr pak më vonë, sepse ashtu siç them gjithmonë që pana pasticcerie duhet nxjerr në moment që duhet të përgatitet edhe jo tani. Sigurisht vanile, do të kemi sheqer dhe një sherbet bukë të thekura, një sherbet të cilin siç shikoni e kam vendosur me një fetëz limoni, mund të shtoni edhe ndonjë shkop kanell. Mund ta vendosim edhe ne faktikisht edhe vanilin që e duam për ta vendosur brenda. Pra do ta shikojmë gjatë momentit që do ta përgatit, sepse do të kem vanilën, do ta vendos te pjesa e kremit. Cipën e limonit edhe një pak lëng limoni do ta vendos tek pjesa pra që të kem 3 lloj shije. Do ta vendos te pana pasticcerie, pana guzhine, si mund të themi, një të gjithë, thjesht ndryshimi ka, nëse do të përdorni pasticcerie, mos shtoni sheqer, kjo është se edhe njëra dhe tjetra kanë ëmbëlsi edhe bëhen. I kthehemi gjellës? Po, shiko, sa kemi hedhur domatet janë që lëngëzuan edhe lëshuan lëngjat e veta, kështu që tani është momenti që do shtojmë këto perimet. Nuk do t'i ka vërdis perimet, do shikoni tani se si do t'i vendos. Pra, unë kam pasur edhe një kungull këtu, përveç se këtyre, dhe me thënë, specave. Ja, do t'i vendos këtu në qëndër. Edhe një qep të njom, që pjesa e bardhe qepës të njom, e cila, si që shkon qepët e njoma, tani kanë filluar dhe janë pak më të rritura dhe pjesa e kokës. Pa. Edhe i vendosim të kështu në qëndër. Dhe do vë rreth e rrotull do vendosë patatet. Okej. Bëhet shumë i shishëm si gatim. Po. Tani ju në shtëpi merrni me dorë dhe vendosni, mos rrini me kapse. Ose kulloni ujin edhe e keni më kollaj. E keni më kollaj. Ndërkohë do të shtojmë edhe patatet. Edhe patatet. Tani në këto moment? Po. Tani asë një gjë tjetër, është përfunduar si recet, thjesht do të vendosim patatet, të cilat patatet që shikoni kam prerë në një mënyrë tjetër, do t'i vërë rreth e rrotull patatet, që edhe mos na prishin formën gjatë, nuk do t'i trazoj më, kështu siç janë. Me temperaturë të ulët, siç bëjmë zakonisht. Me temperaturë të ulët, të marrin domethënë ato shihet, të zihen edhe kur t'i servirim, kemi t'i servirim kështu siç janë, domethënë që të ruajnë formën, mos të prishen. Dhe pak lëng, pra nuk do të kemi. Pjesa e mishit është ajo që thamë në fillim fare e ka vërdisim, shtojmë pastaj më mbrapa qepën, kri piper, gjethe dafine, për erëzat varet domethënë çfarë të doni juve, mund të përdorni lëng mishi, lëng perimesh. Atëherë, shohim pak recetën në ekran sa të mbushim tenxherën me patate, meqense është pothuajse drejt përfundimit, pra është vetëm koha e pritjes së zjerjes së kësaj recete që do duhet të quhet e përfunduar. Kemi nisur sot për drejt të gatuajmë mish viçi jahni me patate e speca. Na duhen 600 gram mish viçi, një qep, 2 thelpinj hudhra, 4 patate, 3 speca, 1 kungull, 3 domate, 1 lugë salcë ose piper të kuq, vaj, krip, piper, lëng pule ose perimesh. Kjo është e gjithë receta e plot, e ndërkohë i hedhim një sy edhe recetave të tjera, të shikoni përbërësit, se ndoshta i keni në shtëpi edhe pse jo të mos bëni edhe ju shpejt e shpejt sot për tryezën tuaj të drekës, patlıxhan dhe speca të mbushur me gjiz. Janë 4 patlıxhan ato që na duhen, 4 speca të kuqe jeshil, 1 spec djegës, 2 thelpinj hudhra, 8 lugë gjiz, 3 domate, majdanoz, kopër, nenexhik, piper speci, vaj, krip dhe piper. Edhe do ta mbyllim sot me një ëmbëlsirë verore me bukë të thekur e krem. Na duhet një pako bukë e thekur, na duhet për të bërë shërbetin një filxhan sheqer, një filxhan ujë, një shkop kanell dhe një fet limon.
Kjo ishte receta e ëmbëlsirës verore me bukë të thekur, ndërkohë që do të bëjmë edhe një krem, apo jo? Po, patjetër. Me pana, me përbërës të tjerë, që ne i treguam pak më herët, do t'i rikthejmë kur të vi momenti për të përgatitur ëmbëlsirën. Se ndoshta edhe ju i harroni kur i prezantojmë që në fillim të gjitha, por ju e dini që ne i rikthejmë edhe i përsërisim pokat. Atëre, pasi kemi vendosur perimet, siç e shikoni, kam vënë rreth e rrotull patatet dhe në qendër kam vendosur këto pjesën e perimeve, specat edhe kam pasur dhe një kungull, nëse keni vendosur, nëse s'keni s'ka problem. Siç e shikoni, kam vendosur dhe një spec djegës, që nuk ka shumë djegje, por ka aq sa të japi një shije. Edhe 2 thelpinj hudhër, të cilat i kam prerë kështu të vogla dhe i vendosim në 4 anët, do me thënë ashtu të mdhaja, jo të grira. Se kur është, do me thënë, në copza të mdhaja, nuk merë shumë, merë më pak shijen e hudhrës. Pak, do me thënë, krip, edhe piper, dhe nëse keni lëngë pule, mishi ose edhe perime, ja hidhni në cep, të ngrohtë. Nëse jo, ujë. Nëse jo, ujë, nuk diskutohet. Kaq. Nuk dua që të thash, atë që nuk dua që të shtojmë lëngje. Tani do t'ulim temperaturën në një temperaturë të paktën 2 me 3, varet nga lloji i sobave që juve keni në shtëpi, dhe lëreni, nëse do ta vëni te dyshi, lëreni për rreth 1 orë, 1 orë e 20, dhe do të keni një gjellë shumë të mirë dhe të shijshme. Se keni den, do me thënë edhe perime do të zihen, do të marrin shijen, edhe mishi do zbutet dhe do të ngelet ashtu, nuk do të prishi formën, po do të ngelet me ato shijet e veta, do të keni një gjellë shumë të mirë. Do thoni që Katerina, po 1 orë dhe 1 orë e gjysmë ne harxojmë shumë korrent. Kam pyetur për këtë gjë dhe më kanë thënë që nëse temperatura është më e ulët, korrenti harxohet më pak. Kështu që bëheni, sepse ja dhe zgjidhja e korrentit që nuk harxojmë shumë, është edhe kjo një zgjidhje. Unë pyeta dhe më thanë që është kjo që nuk harxohet. Po. Atëherë neve do ta ulim temperaturën dhe do ta lëmë që të bëhet avash ashtu si edhe ne. Tani, çfarë do bëjmë tani në Kati? Neve tani do të 99 ora. Ashtu, do fillojmë të bëjmë këtë kremin. Do bëjmë kremin e pastiqërisë. Shiko, përpara se të bëjmë kremin e pastiqërisë, ndalojmë pak këtu në këto vendet e mia të preferuara, sepse sigurisht sa herë i shoh ai që kujtohem t'ju propozoj edhe ju produktet më të mira. Jo se janë këtu në këndin tonë të gatimit, jo se gatuajmë ne, por duke i patur këtu çdo ditë, kemi sjellë tek ju pafund receta ku shumë produkte janë të domosdoshme dhe cilësia e tyre është më e mira që ju mund të gjeni në treg. Dhe kur themi cilësi, themi shëndet dhe themi një jetë shumë më të mirë për të gjithë. Dhe po i nis me Olën, meqense e kam këtu. Mielli Ola nga kompania Atlas, i preferuari ynë, i preferuari shumë zonjave që po na ndjekin, dhe këtë e di fare mirë. Vjen në shumë variante dhe Atlas ka menduar që ta lehtësoj punën tuaj në kuzhinë pikërisht që nga ngjyra e paketimit, që mos lodheni shumë nëpër ato raftet e marketeve dhe të gjeni miellin tuaj të duhur. Mund t'ju duhet një miell thekre, mund t'ju duhet një miell integral, mund t'ju duhet mielli për çdo përdorim, mielli i mistrit e tjerë. Pra, Ola vjen me variantet e tij në treg, që nga recetat e kripura deri tek të ëmblat, përgatitja e ëmbëlsirave apo i ballokumeve dhe ndër të tjera, vjen me këtë materialin shumë cilësor ku ju mund ta hapni, mund ta ngjisni përsëri dhe ta ruani siç e keni bler në ato dollapet tuaja të këndit të gatimit, duke mos lejuar të deportoj lagështira, drita apo insekte të ndryshme që shpesh ndodhen në kuzhinat tona. Por më tepër tani që jemi në verë dhe rreziku është më i lartë i produkteve ushqimore. E ndërkohë më lejoni pak t'ju them edhe se si mund ta nisni ju ditën me një plan ideal. Sigurisht PVZ Vital, me mënyrën më të mirë të marrit të yndyrnave të shëndetshme, të karbohidrateve, të proteinave, që ndodhen në çdo kokër të vezës Vital, e cila vjen me cilësi maksimale në 4 stinët e vitit, në paketime prej 8 kokrash e 15, në çdo kokër të saj, pavarësisht ngjyrën e kutisë që ju zgjidhni apo vezën e bardhë apo të kuqe, Vital flet njësoj në të njëjtën gjuhë për të gjithë konsumatorët. Edhe në fund fare, sigurisht që nuk do doja të lija pa përmendur salçiçet e shijshme, të freskëta,
plot shije dhe zgjidhjen e atyre midis vakteve që her pas here nuk dim çfarë të konsumojmë. Dhe janë pikërisht salçiçet Woody nga Aja, ku ka Aja ka gëzim, ndaj edhe një salçiçe e pjekur kështu thjesht, një sanduiç i shpejt, një panine me një salçiçe të ngrohtë, gjithmonë shijon edhe na zgjidh ato ushqimet e shpejta që ne i kemi të nevojshme për te gatimeve që bëjmë, ka vakte dite që duam të konsumojmë diçka ashtu të shpejt. Darka për shembull gjithmonë një zgjidhje me disa salçiçe, Kati. E di që darka është vërtet vakti më i vështirë për të konsumuar, se her pas here nuk dim çfarë të bëjmë. Ka mënyra, domethënë akoma edhe ajo gjysmë, domethënë që ngelet nga vakti drekës, duke shtuar edhe diçka tjetër, domethënë e plotsojmë. E plotsojmë ndonjë kos, e plotsojmë ndonjë lloj sallate, e plotsojmë ndonjë. Po faktikisht është mirë që darka të konsumohet jo të paktën 7, tani në verë 7 deri në orën 7, po, jo para gjumit. Deri në 8 është mirë. Të paktën 2 orë para gjumit. Tani, shiko, 1 minutë kohë kemi. E 1 minutë kohë, apo do bëjmë. Do fillojmë tani që të themi të hedhim përbërësit edhe kremin e dim pastaj se si bëhet. Pra si bëhet, hedhim qumshtin. Unë kam 750 ml qumësht, nuk e kam të plotë, kështu që do hedh 3 lugë niseshte. Juve do të ndikni atë, aksa i vogël në tem. Pa, si që i kemi në recetë dhe me pa. 2 edhe 1 3. Edhe do të hedhe 1 lugë miell. Okej. Edhe do hedhim dhe 2 të verdha veze, këto i hedhim që në fillim. Okej. Hedhim dhe mielin. Tani një lugë gjalp e kemi brenda, le ta hedhim në momentin që do kthehemi. Të verdhat e vezëve hedhim se duhet hedhur tani. Edhe sheqerin. Okej. 1 2 3. 3. Tani sheqer unë nuk jam shumë, domethënë dua as të ëmbël dhe as, domethënë tjetë aq sa duhet sheqeri, jo të tepruar. Okej. Do hedhim 2 të verdha vezën e përmasën që kemi. Okej. Këto të bardhat me që neve bërëm sot tek receta, unë nuk hedh pjesën e, do me thënë nuk hedh vezë, por do hedh me që kam këto të bardhat, mos më shkojnë dëm, do t'i hedh atje brenda se nuk i bën dëm, mirë i bën. Po. Shpesh fërgesa bëhet edhe me... Tani kjo s'është tamam fërges, po me që se kemi specin gjisën, shpesh që mos më shkojnë, do me thënë, mos po ashtu, do t'i shtoj këtu, do me thënë, recetës, jo se ka, do me thënë, është e domosdoshme, por thjesht që ne të mos na shkojnë dëm, sepse janë ndër të tjera vezet tona të preferuara, të verdhat i kemi shtuar te kremi pastiqërisë, të bardhat do na duan te receta tjetër. Atëherë, që në fillim fare fillojmë dhe e përzijmë, që të tretet, do me thënë, dhe do ta lëmë të na transhet, të na kthehet në një krem pastiqërie. Dhe do ta kthejmë në një trajt sepse duhet të shkëputemi. Kremoze, po patjetër, dhe do shtojmë mbrapa një lugë gjalp, do ta shikojmë në momentin që do kthehemi dhe do shtojmë edhe vanilën. Do vim prap. Të gjitha gjërat që ndonjëherë i themi me ngutë, i sqarojmë me qetësi në pjesën e dytë kur të kthehemi. Këndi i gatimit në ritakon në transmetim të drejt për drejt. Çfarë kemi gatuar në pjesën e parë ne do ta kujtojmë, gjithashtu do të vazhdojmë të përgatisim recetat që kemi lënë për gjysmë, siç është kremi i pastiqërisë, dhe këtu e kemi lënë punën para se të shkëputeshim. Po, e lam të dashura Visa, sigurisht që unë e përfundova, po e lash në momentin e fundit që dua që të shtoj edhe pjesën e gjalpit edhe të vaniljes. Faktikisht këtu në fillim fare kemi hedhur qumësht, 2 të verdha veze, kemi hedhur niseshte, kemi hedhur edhe mielin. Pra neve në bazë të atyre masave që unë ju kam thënë, për 1 litër duhen 5 lugë niseshte, jo të plota me maj, varet do me thënë sasi ashtu, dhe 1 lugë miell. Gjithashtu 3 të verdha veze, 1 lugë gjalp, dhe sheqer 4 me 5 lugë, them unë, shikojni se sa të ëmbël e doni vetë juve. Dhe është momenti që shikoni që neve na u bë kremi, gati. Ajo që ngelet është të shtojmë pjesën e gjalpit. Gjalpi tani i jep për shije, nuk duhet, e kam të fikur unë sopën, prandaj mbaj atje thjesht që të mos më krijonte mos ftohej fare. Po. Por dhe nuk duhet të bëjmë një përzierje të tillë. Dhe shumë i mirë bëhet ky kremi pastiqërisë, mund ta përdorim për ëmbëlsira të ndryshme, po pra, po. Tani këtë do ta hedh këtu që të më ul pak temperaturën të më ftohet. Asë vanilën, po që dhe vanilën e hedhim tani. Po, thamë që do e shtojmë tek kremi i pastiqërisë, kështu që është momenti që... E shtojmë tani vanilën, se ati kam cipën dhe lëngun e limonit.
është Do mjaftueshëm. bëhet akoma Vanile dhe më plur, shishëm. një bustin vanile, çfarë të keni ju në shtëpi. Po. E përzije mirë të aromatizohet. Dhe tani, sa të na bëhet, do me thënë të bëjmë ato gjërat e tjera gati, kjo dhe që tull temperaturën, sepse do shikoni më mbrapa se çfarë do bëj, duhet mbuluar me një membranë. Po, me një qese. Që mos të krijojë ato shtresën. Ndërkohë kjo gjella këtej po bëhet e shkëlqyer. Kemi përgatitur një recetë të shijshme sot me mish, me perime. Ja ta shohim pak, e kemi lënë në temperaturë të ulët për të zier gradualisht, me ngadalë, të sistemuara me rregull. Një pjatë që shijon pa diskutim shumë, të ndër të tjera është edhe shumë e shëndetshme, sepse kemi kungull, kemi speca, kemi patate, kemi mishin gjithashtu. Pra përgatitja e parë që ka dashur më shumë kohë, ka qenë pikërisht ajo e mishit, që Katerina u kujdesta bënte para se ne të fillonim transmetimin, që të zihej plotësisht, edhe të mbetej ai mishi me lëngjet e veta, siç Kati na thot gjithmonë, dhe pastaj vendosëm pak e nga pak, një nga një dhe pjesën tjetër të përbërësve, që do të rikthejmë pak më vonë në recetë. Atëherë të dashur Anvisa, duhet të tregojmë dhe për pjesën e sherbetit, të cilën e kemi hedhur një fetës limon edhe një shkop kanell. E ziejmë një filxhan ujë, një filxhan sheqer, e lëmë ziejmë për 5 minuta, e nxjerrim, duhet të jetë i ftohtë dhe pastaj do të kaloj domethënë në procedurën tjetër. Po para se të kaloj këtu që ne vetë përfundojmë dhe atë recetë, sepse tani bashkimi është i tyre, do të tregoj mënyrën tani se si mund të bëjmë mbushjen e spesave dhe patlıxhanëve. Faktikisht unë që i kemi lënë në furrë për të pjekur, me pak skrip edhe vaj ulliri. I vendosa dhe specat për të përshpejtuar, do me thënë, recetën. Po thjesht janë zbutur pak, specat shoj që nuk është bërë ajo pjekja. Jo, nuk është bërë pjekja, kështu që tani do të bëhet pjesa e pjekjes. Kështu, tu kemi domate të cilën e kemi të grirë në rende ose në makinë grishse. Pra hedhim, me thënë pjesën më të madhe këtu, bën një bazë me domate të freskët. Tu brenda hedhim rigon. Rigon nuk hedhim si për mbi këto, se kur i vendosim në furrë, digjet rigoni dhe hidherohet, nuk duhet hedhur atje brenda. Do të hedhim një 2 thelpinj hudhër këtu, një do të hedh atje brenda, bashkë me këto erzat, që kam majdanoz, pak majdanoz kam faktikisht, kopër, nenexhik. Hidhni majdanoz i shkon në çdo lloj gatimi, nuk është se, po për momentin nuk më ndodh mua shumë, kështu që hodha këto që më ndodhën. Hudhrën ose në rende, ose dhe kështu të coptuar. Do ta hedhim tek gjiza. Mund ta bëni dhe me miks djathrash përveç se me gjizë, por... Po, jep shije në fakt dhe e bën edhe disi më kremoze. Kjo varet nga... Me djathë shkrirë, djathë, akoma djathë bardhë, me thënë që janë në përgatime, mund të shtojnë do një parmizan, me thënë, me gjizë e sjellun pasaj juve çfarë të done, po. Çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi. Tani këtu do të hedhim domaten, kjo është që do t'i japi freski. Do i hedhim piper. Do t'i hedhim krip. Do t'i hedhim edhe rigon. Pak piper të kuq speci. Tani për punën e kripës, edhe vaj, se sollën vajin, dhe me që na ngelen këto të bardhat e vezëve, do t'ja hedhim. Dëm nuk i bën, mirë i bën. Me qënë se neve kemi ëmbëlsirën sot, në rast të kundërt nuk do t'i hidhni fare. Zakonisht vezë hedhin në fërges kur e bëjmë në tigan, do me thënë që të mblidhet. Këtu nuk ka nevojë, do me thënë, por me që na u ndodh, do me thënë, kjo, do me thënë, ndo njerë të merë Kush në ka parë nga fillimi, e di arsyen. Ja kështu. Kjo është mbushja. Kjo do t'i japi shumë shije. Dhe t'i hedh pa krip se... Këto fërgesat e duan pa kripën, edhe kolektivi jonë e do pa kripën. Kështu që më mirë t'ja hedhim. Fillojmë. Vendosim një spec. T'ju thosh janë visave, ja kështu, i kemi treguar dhe herë tjetër, prandaj dhe nuk i dha shumë rëndësi. Janë në këtë mënyrë. Pra, bëjmë një prerje në krye dhe pastaj një vis poshtë dhe hapen shumë kollaj.
Megjithatë, neve kemi bërë dhe herë tjetër, por thjesht edhe ruajnë formën dhe pastrohet lehtë nga farat speci. Kështu që mbushni mirë këto pjesën e kësaj, dhe thonë të specit. Edhim nga kaq një herë dhe të shohim nëse na ngeli, por do të vendosja të tregoj tani për punën e patlıxhanit, atë që thash që e bërë me kapak. Shiko se si u bë. Tani tregoj se si është bërë si tuli brenda. Kështu që mos i hiqni pjesën e tulit. Ja si krijohet hapësira aty me një herë dhe mbetet edhe patlıxhani i pa prekur. Këto janë të vogla, në fakt nuk marrin më shumë se një rrugë. Tani të vëmë patlıxhan prap. E mbyllim dhe vazhdojmë të njëjtën procedurë me speci dhe me patlıxhanin tjetër. Se ndjetë aroma specave kur pishen? Po. Me që ishte më i madhe, ja? Po. Po janë më të mëdhaja dhe i hodhëm atyre. Po ka dhe patlıxhan të cilat janë të mëdhaja. Po, presisht edhe që janë për mbushje janë më të mëdhej. Shumë mirë. Mirë janë. Okej. Tani do ta kthejmë edhe një herë në furrë, kështu i bie. Domatja përse na duhet për sipër? Tani domatja do ta hedhim sipër, marrim një luftë tjetër që mos ta bëjmë. Do ta hedhim këtu në këto pjesë të patlıxhanit, do me thënë që ta mbaj të freskët patlıxhanin. Mos ta djeg të kura, po. Sigurisht që jep edhe shi. Po, patjetër. Është ndryshe, një forgesë ndryshe, do me thënë që e kemi edhe si gjellë për kaluar vaktin e drekës. Nuk është thjesht një mbushje e lehtë, pecetën. Që duhet pastruar. Dhe do ta kalojmë përsëri në furrë. Ndërkohë, ne si jemi me gjellën që të shohim. Do lëmë edhe pak të kati? Si jemi? Okej, kemi 10 minuta kohë, mjaftueshëm. Kemi mjaftueshëm sa të bëjmë edhe. Do shërbejmë gjellën, do shohim edhe në 10 minuta sa do të jenë pjekur tava me speca e patlıxhane. Dhe ndërkohë është momenti të rikthejmë pak recetat në ekran, sa që kemi parë që në fillim pra dhe në këtë rikthim në studio, teksa jemi dhe drejt përfundimit të pak të 2 recetave të vaktit kryesor, pra të mish viçiani me patate e speca. Këto janë qitë përbërësit që janë dashur. Ne duhet mishi, që mund të zgjedhim dhe një lloj tjetër mishi, siç na tha Katerina që në fillim, ne kemi zgjedhur mishin e viçit sot. Na duhet një qep, 2 thelbinj hudhra, 4 patate, 3 speca, një kungull, 3 domate, një lugë salcë ose piper të kuq, vaj, krip, piper, lëng pule ose perimesh. Receta tjetër, patlıxhan dhe speca të mbushur me gjis, sapo i kemi vendosur në furrë 4 patlıxhan, 4 specë të kuqe jeshil, sigurisht këto i shtoni dhe i paksoni vetë në varësi për sa persona jeni duke gatuar, një specë të djegës, 2 thelbinj hudhra, 8 lugë gjiz, 3 domate, majdanoz, kopër, nenexhik, piper speci, vaj, krip dhe piper të ziv. Edhe receta e ëmbël që tani do të fokusohemi totalisht këtu është një ëmbëlsirë verore me bukë të thekur e krem. Kremin e kemi përgatitur me 1 litër qumësh, me 4 lugë miseshte, me 1 lugë miell, 5 lugë sheqer, 3 të verdha vezësh, 50 gram gjalp, 1 vanilje, 250 ml pana pastiqerie, 2 lugë sheqer, 1 lugë lëng limoni dhe cipën e 1 limoni. Dhe këto ishin në recetat dhe tani do të shohim se si do të përfundojmë ne recetën e ëmbëlsirës. Kremi është gati, ndoshta në shtëpi do duhet ta kishim lënë pak më shumë, mirë është me temperaturën, është ftohur me çfarë. Është ftohur. Ajo që duhet tani kemi panën të cilën do ta kthejmë në marengë. Edhe që të kthehet në marengë të dashura mbisa, duhet thash që ta kemi në frigorifer. Dhe ta nxjerrim në momentin e fundit që të fillojmë që ta përgatisim. Sidomos tani në verë, këto do me thonë e duan një temperaturë të ftohtë.
dhe ambienti është i ngrohtë, kështu që duhet në moment që e nxjerrim nga frigoriferi. E kthejmë në mareng, shtojmë edhe këtu një 2 lugë sheqer, 1 me 2 lugë sheqer, varet, pastaj këtë e kam thënë gjithmonë për punën e sheqerit se sa të ëmbël e doni ju sheqerin. Dhe unë që të neutralizoj sheqerin, këtu tek pjesa e panës, do të shtoj lëng limoni dhe cipën e limonit. Dhe do të kemi një tjetër shije këtu me cipën dhe lëngun e limonit, një tjetër shije këtu te pjesa e sherbetit që është me cipën e limonit, do me thënë atë fezën edhe kanel, por ndërkohë që feza e limonit është ajo që bën, do me thënë ajo pak shije e limonit që nxjerr thartësira, bën atë neutralizimin e sherbetit që mos të djeg sherbeti sheqerit. Ndërkohë që kremin e kemi me shije dhe aromën e vaniljes, pra kemi një kombinim të këndshëm të gjithave së bashku, ndaj do të vi një ëmbëlsirë freskët tipike verore, e cila shijon edhe zhduket shumë shpejt. Se këto janë nga ato ëmbëlsira që ikin. Tani këto do ta kemi si bazë, do të hedh pak atje, dhe do të mbaj këtë pjesën e fundit, që do të jetë shtresa e fundit, po do hedh atje pak që të më bëhet më kremoze. Edhe bëhet edhe ajo, si thua, lidhja me pjesën e cipës e limonit dhe limonit. Bëhet shumë e mirë si ëmbëlsirë, ndoshta duket diçka si thua, më duket e thjesht faktikisht edhe me pak përbërës, nuk është e do shumë. Dikur ne e bënim deri këtu. Domethënë e ndalonim deri atje dhe nuk i vendosim. Tani të hedhim edhe një 2 lugë sheqer. Do hedha 1 lugë lëng limoni edhe cipën e 1 limoni. E kemi në rregull, nuk duhet më tepër, se nëse e lëm më tepër, ajo kthehet në gjalp pastaj. Tani do heqim këtë pjesën. Dhe aty do hedhim një 2 lugë nga ky kremi. Mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Dhe e trazojmë tani që të bëhet një trajt kremoze. Edhe nëse nuk keni krem dhe nuk doni që ta bëni me këtë pjesën e kremit sipër, këtë veprim do ta bëni edhe pa kremin brenda, do ta punoni prapë që të bëhet si një, si thua, një krem që shkëlqen. Pra edhe nëse nuk i shtojmë pana, pra zgjedhim ta bëjmë siç bëhet dikur, atë që ti po na thoje vetëm me kremin e pastiqerisë, përzierja duhet bërë kur kremi të jetë ftohur. Me shpejtësi madje. Shikoj të bëhet tani shumë kremoz. E kemi në rregull, ja ky ishte, mbaruam. Tani bashkimin e produkteve, do me thënë, do të bëjmë. Janë ta shohim tani se si do të përfundojmë. Mi e po ato? Nëse doni pastaj juve, mund të shtoni dhe arra, bajame të thënuara. Tjetër, këto pastaj janë. Ato janë gjëra të tjera ekstra që juve mund. Po edhe me kaq në rregull është. Patjetër që është në rregull. Tani ka 2 mënyra, ose i kalojmë këtu një nga një, do me thënë, i zbutim dhe vendosim. Në këtë mënyrë, po s'ka gjë, ajo do të hitet edhe sherbeti brenda, po pak thjesht këtu që të. Pra i zhysim në sherbet dhe i vendosim në një tavë. Kryejmë atë bazën. Nuk duhej më e madhe të ishte kjo pjesa e tavës, ne do bëjmë këtë, do të bëjmë dhe një tjetër, më mbrapa. Po mirë, bëjmë këtë të voglën sa për të treguar, edhe pastaj ne vazhdojmë kur do shkëputemi, shtojmë sasi ëmbëlsirash. Kjo gjëlla nuk rrezikon të na ngjisë në këtu, jo? Ula janë latë njëshi. E ula. Shumë mirë e bëre. Atëre. Edhe tava këtu mirë duket. Mendoj të bëjmë edhe një rresht tjetër. Si me kohën 3 minuta pas kemi Katerina. Do harim mos kemi rast. Do harim tani. Tani. Po mos. Ne të mund ta bëjmë me biskota? Po, janë ato biskotat të cilat ato të thjeshtat fare që përdoren për. Po, pa gjalp, ato të thjeshtat që kishim neve si dikur. Kanë qenë dikur, po, që përdoren shpesh për ëmbëlsira ose kur i grim ose kur.
Një të dhëmë këtu, edhe të ky cepi. Pra ta mbulojmë të gjitha të që? Ti shtojmë edhe pak. Sherbeti duhet jetë i ftohtë. Kja bëjmë nga kjo anë mirë. Ashtu. E shikoni sa i lidhur është. Pa, është trash. Kur qëndron, Vetë jo. merë këtë. Fillon edhe trashet. Tani është momenti që shtojmë edhe këtë Kremin. kremin. Dhe e lezetshme kjo, sa mërë të mendja që mund të bënim një ëmbëlsirë me bukë të thekur. Edhe kur e lëm që qëndron, sa e mirë që bëhet. Ashtu a? Shumë e mirë. Nuk do ta ndrosh me asnjë gjë. Dash ka provuar Po, të tani, sepse lihet në frigorifer të ftohet, edhe pastaj konsumohet e ftohtë. Një ata. Lërojmë vëndje, se do të tregojmë pjatat tani. Dhe në fund shtojmë panën, a? Po, Okej. shtresa e fundit. Neve mund ta dua të them që mundet anvisa të linderi këtu duke shtuar sa thërmuar arra ose bajame ose fistik, çfarë mund të kenë. Pra dhe nëse nuk duan të shtojmë panën. Por për ta plotësuar, për ta bërë disi edhe me një shije Më të ekstra. plot. Po. I shtojmë dhe panën. Ja kështu. Bukur. Po duan anvisa pastaj për pjesën e panës, kanë nga këto qese pastiqeri dhe ta bëjnë ashtu. Nëse do në ta zbukuroni kështu me gjëra. Edhe kështu shumë mirë është, do prijet ajo me thik. Shumë. Ajo që ngelet, neve kemi ca fistikat të bluara. Kemi, po s'kemi ka. Ja, ma. Dhe kemi kohën. Da shojmë gjellën tani, më falë. Ato nga fura do t'i nxjerrim t'i kemi këtu pjesë të tryezës tonë. Kështu. Sa diqka kë. Gjellën, ku do ta hedhim gjellën? Se pas kemi shumë pjata këtu. Jo, e ta hedhim tek ajo që është kështu. Se gjysë me thellë, apo? Po, atë në mirë. Shikoj njerë, mora të duhurën? Po. Ti e që të të lajke pak duart. Ta shërbejmë edhe gjellën. Ato specat edhe patullxhanët duhet të rinë edhe pak në furrë, megjithatë ne do t'i tregojmë kështu aq. Sa e bukur doli kjo? Angla këtë dua unë tani. Ç'do bësh? Jo, thjesht ta. Një pastrim kështu për estetik, po, shumë këndshëm. Okej. Shiko, neve kemi këtu që janë të thara. Për t'i bënë kështu si lulka. Një këtu në mos të ngarkëm shumë thjesht, nuk e di se si duket, po... Shumë bukur duket. Vetëm se duhet të shërbejmë gjellën se ora është 10, kështu që dhe të nxjerrim nga... Ato mund të nxjerrim edhe unë mos vënojmë, megjithatë hajde, nuk ka gjë. Thjesht mos të kalojmë shumë kohën e reklamave dhe të arrim t'i tregojmë të gjitha. E për të gjellën nuk kam që ju them. Nësa e mirë kjo, më pëlqen nga kjo. Ajo të pëlqen, më pëlqen kjo, Anila, po. Kjo më pëlqen. Edhe kjo lëngu që ka lidhur shumë mirë. Marim dhe pak këtu të pjesa. Duket këtu, shumë mirë, është më falni se ja u lëviza. Na lashajmë dhe gjellën, po shumë e mirë. Bëjnë të mira këto në fakt shumë me pak lëngje. Hajde mos të hedhim pak, të vëmi një të kuqe. Pa. Gjella me pak lëng, bëhet shumë e shishme. Edhe, që atë vëmë thitën dhe një këshu. Okej. Dhe ja ku i kemi të treja pjatat. Është në rregull, mos e lëvizim më këti që ta shohin edhe zonjat nga shtëpia. Jo, nuk e lëviz. Ja, kjo është pjata e fundit. Këto janë të treja në fakt, kështu që me këtë imazh super të shishëm ne shkojmë kështu drejt fundit të gatimit edhe për sot, duke të falenderuar dhe të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndaj si gjithmonë këtë emision me ty. Faleminderit dhe ju të dashur anvesa që qëndruat me ne, nga unë Katerina mirupafshim, kaloshin një ditë sa më të bukur në vijim dhe më takoshim nesër këtu bashkë me Anilën time. Atë që unë ju them, shkëlqimi dhe gëzimi im.
Mirupafshim. Atë që unë ju them, mendova se do thoje, provojini në shtëpi tuaj dhe do të më kujtoni. Patjetër, këto që ti provojnë në shtëpi me patjetër duhet t'i provojnë se vërtet janë shumë të shijshme. Dhe mënyra se si bëhen, kjo është gjithë, domethënë, nuk është se po bërëm diçka të re, thjesht është ajo mënyra se si i vendosëm, edhe koha e zgjatjes. Ajo është asnjë gjë tjetër. Gjellë verore, e shijshme, e shëndetshme dhe ekonomike, varet tani dhe për pjesën e mishit, sa persona jeni, nga pak, thjesht për shije dhe nuk ka nevojë të vëm 1 kilogram mish apo 2 kg. Po. Faleminderit Kati. Nesër në mëngjes me receta të reja, me pjata të bukura e të shijshme me Katerinën në Villa 24, ndërkohë që tani është momenti të shkojmë në publicitet.